Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ka zhvilluar një takim pune në Drejtorinë Vendore të Policisë së Korçës, ku thirrin në një analizë urgjente drejtuesit e policisë lokale, shefat e komisariateve dhe krerët e sektorëve. Gjatë këtij takimi, i cili zgjati rreth 1 orë, u analizuan problematikat kryesore të rajonit dhe u dhanë porositë e reja për rritjen e parametrave të sigurisë në qark. Burime brenda mbledhjes bëjnë me dije se fokusi kryesor i Hitës ishte goditja pa kompromis e kultivimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike, duke kërkuar një vëzhgim të rreptë të territorit. Një vëmendje veçantë është kushtuar edhe luftës ndaj krimit të organizuar, ku kryepolici ka kërkuar identifikimin dhe vënien para përgjegjësisë të personave të përfshirë në grupe kriminale që operojnë në këtë zonë. Mëtej Hita u ka lënë detyra drejtuesve lokal që të shtojnë kontrollet për armbajtjen pa leje, si një masë parandaluese për ngjarjet e mundshme kriminale. Një tjetër pikë nevralgjike e diskutuar ishte siguria publike, ku urdhërua rritja e prezencës policore dhe kontrolleve të shtuara veçanërisht në institucionet arsimore dhe ambientet përreth tyre, me qëllim garantimin e rendit dhe qetësisë për qytetarët.